Ka qenë momenti më sfidues në karrierën tuaj dhe si e kaluat atë? Mendoj që periudha më stresuese, më sfiduese ka qenë pandemia. Në atë kohë kisha klasën e dytë dhe ideja që ne duhet fillojmë bëjmë diçka lindi në kokën time. Duke parë që ende mësimi online nuk ishte filluar, mendova që ta marr si sfidë në vete që të filloj unë mësimin online përmes platformës Zoom. A kisha frikë? Po. A kisha ndrojtje? Patjetër. Po mendoj që ja dolëm shumë mirë, në bashkëpunim me prindrit, fëmijët ishin shumë entuziastë dhe gjithçka ka shku perfekt. Si periudhë tjetër që muj me thonë sfidë në vete është periudha që tash jam duke kalu, duke marrë parasysh që punoj mbi 12 orë gjatë ditës dhe frika që mos po mbetem keq ose mos po ju hyn hak nxënësve të mi, ka ndiku shumë. Ndonjëherë më ka bërë të zbrapsem nga njëri profesion ose tjetri, jam edhe si trajnere, po ashtu mbaj edhe mësim shtues dhe plotësues, përveç normal mësimdhënies ku jam duke punuar, po mendoj që kur ke vullnetin, dëshirën për të punuar, gjithçka që të duket e pamundur bëhet e mundur, dhe këtë e arri fal bashkëpunimit për krahjes së pari të burrit tim, pastaj familjes e gjithë me radhë dhe unë nuk po dorëzohem edhe po arri